Për Arbrit, fermerin e kthyer në Flamingo, Shqipëria po u jepte të huajve ato që administrata shqiptare nuk dënjonte as t'ia thoshte qartë. Nëse mund t'ja jepte ose jo atij. Një djalë i Shqipërisë që po kërkonte prej 3 vjetësh tokë për ta bërë më të mirë këtë vend, edhe me punën e tij, duke e bërë vendin më të mirë edhe për familjen e tij. Ai nuk e mbante më vetëm. I kishte plasur shpirti dhe shkruante nga protesta në mesazhin e tij. Lek për rishfet unë nuk kam, dhe as e kam çuar ndërmend, sepse edhe këto vonesa e dim se për çfarë bëhen. Kur fola me të, i shpjegova situatën me procedurën, ndalimin që ne ja kemi bërë dhënies me qerat të tokave të papunuara publike në bujqësi, pasi në vitet e para të qeverisë son, u dhanë qindra e mira hektar të atilla dhe u kthyen në letra për lloj-lloj pazarxhinsh, duke krijuar dhe konflikte me bujqit. Por, që do? Këto fakte, a i dëgjoj pas 3 vjetër. Dhe unë ndjeva si a i që s'thuhet kur ja shpjegoja. As morë mundimin t'ja shpjegojmë si dhe sa duhet 3 vjetë, dhe la në ajër, madje i krijuan dhe iden, poshtruese, që mbase duhet paguante, lek për një gjë që s'bëj. Dhe normal, përballë 3 viteve, me plan biznesi, një njeri që jeton me tokën, një njeri që numëron kajsit në 12 hektarët e tij, një njeri që ka partner dhe ambicia, një njeri që mban më njanë 1.5 milion euro, çdo shpjegim që ti mund t'i japësh, pasi ai ka dalë në protest, nuk tingëllon si justifikim. Tingëllon si një arrogancë përmes një prallë që ai e di, a e besoj, a se besoj në fund. Po, di që pasi fola me të, kërkova me zë pak më të lartë se ky sot, pse nuk i dhëm përgjigje atij djalit? Pse duhet ai të pres 3 vjet vetëm për të mësuar që kjo kërkesa jote nuk bëhet më vëlla. Sepse halli nuk bëhet më i vogël kur nuk zgjidhet me një jo. Po bëhet më poshtrues kur mbetet as po, as jo. Pas sa orësh, vjej mesazh. Me screenshot. Nga postimet e Arbrit në protest. Si për të më thënë që mos mërzitet shefi se ky tipi është kundër qeverisë, nuk u bë qameti që e ka mërzit ky. Dhe ja ku del i gjithi cullak. Jo problemi që kanë flamingot me ne, por problemi që kemi ne me veten, si batës të ati besimit të mishëruar në 83 mandate. Arbri nga Lushja nuk është problemi ynë. Arbri nga Lushja është prova, dhe sprova që ne kemi me veten tonë. Ky është një tjetër mësim, shumë i shtrenjtë, i bulevardit Flamingove. Dhe nga këto mësime,
lindi edhe ky dokumenti që i parë që kam sot. E kam titulluar me një emër shumë të vjetër dhe shumë të madh. Besa. E di që ky emër do hap debat, por e zgjodha edhe sepse ha debat. Asnjë fjalë tjetër të gjuhës tonë nuk gjeta që ta thotë më qartë çfarë kthese i duhet mandatit të katërt. Që njerëzit e këtij vendi të mos i përjetojnë më vendimet tona si prerje në besë. Të mos ndihen më të padëgjuar, të painformuar dhe përveç se të padëgjuar, të painformuar, të papërfillur. Po nuk do shtjelloj këtu dokumentin larg qoftë, se është më shumë faqe se sa fjalimi, që siç e shihni është karakteristikisht jo i shkurtër. Do të ta merrni të gjithë me vete për ta shkoqitur qetësisht gjatë pushimeve, sepse është i hapur për, siç thash, kontribute. Megjithëse e di që përpara se të filloni ta lexoni, do jetë hedhur nëpër kanalet sociale, i mbuluar me pupla sorrash. C'est la vie. Bashkë me dokumentin strategjik, besën, kam shkruar edhe një aneks për mënyrën se si Partia Socialiste duhet ta mbështesë kthesën e domosdoshme. Ato nuk do ta merrni, sepse më parë duhet ta diskutojnë një takim më të ngushtë me drejtuesit politik dhe disa nga drejtuesit e komisioneve. Më pas do ta keni të gjithë në dispozicion dhe ato. Ne nuk kemi, miqtë e mi, asnjë luftë për të bërë me flamingot, po kemi vetëm një aleancë për të ndërtuar me shumë durim me ta. Betejë sot nuk është mes qeverisë dhe qytetarit që kërkon më shumë. Është mes atyre që duan një Shqipëri më të drejtë, më të besueshme, më europiane, në përvojën, në përjetimin, në eksperiencën e individit zakonshëm në raport me shtetin, dhe atyre që e kanë të domosdoshme një Shqipëri të zëmëruar, të përçarë dhe pa besim të shtetit, të institucionet, të rregullat e bashkëjetesës demokratike. Atyre që i patë edhe dje të grumbulluar si një grup i vogël sorrash tek foltorja e parlamentit. Edhe pse tani bulevardi i Flamingove po dhe i sorrave bashkë i ka lënë si zogj korbit kategorisë 2.